Të dashur dëgjues të Radio Maris, ju ftojmë të ndjeqni emisionin Lexo Biblën me ne, me komentim biblik nga Don Simo, pikpamje katolike. Në takimin e sotshëm përfundojmë leximin e librit të 2 të Mbretërve, do të lexojmë pjesë prej kapitujve 18 deri në 25. Leximin e tekstit do ta bëj Ardita Gjoklajn nga Merzig në Saarland në Gjermani, kurse katekezen Adelina Palushin nga Prishtina. Nga libri i 2 të Mbretërve, kapitulli 18, rreshta 13 deri në 16. Në vitin e 14 të mbretërimit të Ezekis, Senakeribi, mbreti i Asiris, i sulmoi të gjitha qytetet e fortifikuara të Judës dhe i pushtoi. Atëherë Ezekia, mbreti i Judës, dërkoi në Lakis Kasenec të mbreti i Asirëve me këtë fjalë: Kam bërë gabim, mos më pushto, dhe unë do të marr mbi vete gjithçka që të më ngarkosh. Kështu mbreti i Asirëve i kërkoi Ezekis, mbretit të Judës, 300 talenta argjendi e 30 talenta ari. Ezekia i dha të gjitha argjendin që u gjet në shtëpinë e Zotit dhe në vishtar të mbretit. Aso kohë Ezekia hoqi prej dyrëve të tempullit të Zotit dhe prej shtatkave arin me të cilin ai vet i kishte veshur dhe ja dha mbretit të Asirëve. Para se të themi diçka mbi pjesën që lexuam, do t'i themi disa gjëra lidhur me periudhën historike kur ndodhin ngjarjet e treguara në tekst. Jemi në kohën e mbretit Hezekia, djalit të mbretit Ahaz, baba i tij që vasali i Asirëve, mbreti kritikuar prej autorëve të shkrimit shenjtë. Ahaz kritikohet sidomos për idhujtarinë që solli në Izrael. Djali i tij Hezekia sundoi gati 30 vjet mbi mbretërinë e Judës, për vitin 715 deri në vitin 686 para Krishtit. Babi i tij Ahaz sundoi prej vitit 729 para Krishtit. Kozgjatja e mbretërimit të tij në Judë ishte prej 29 vitesh. Ngjarjet kryesore historike gjatë jetës së tij janë këto. E para në vitin 722 para Krishtit, bie mbretëria e Izraelit, e veriut pra, dhe konsiderohet si një prej datave më katastrofike të historisë së vjetër të Izraelit. Asiria e pushton Samarin dhe dëbon izraelitët, duke i shpërndarë në vende të ndryshme, duke i zaventuar me popullata tjera. Mbreti Asirëve ishte Sargoni i dytë kur kjo ndodhi. Në të vërtetë krejt operacionet ushtarake i kishte kryer Iati, mbreti Shalmanesar i 5, i cili e rrethoi Samarin por papritmas vdiq. Viti 722 e zuri Hezekin duke u përgatitur për reformat e tija. Ndërkohë në pushtet ishte Ahaz, siç tham, babai i tij. Data e dytë e rëndësishme historike është viti 705 para Krishtit, vdekja e mbretit Sargonit të dytë. Mbreti Asir vdes dhe pas tij hyn në front djali i tij Senakerib. Hezekia shfrytëzon këtë kohë për të ndërprer haraçin ndaj Asirëve. Pika e tretë e rëndësishme historike është viti 701 para Krishtit, është fushata e mbretit Senakerib dhe rrethimi i Jerusalemit. Ushtria asire pushton qytetet e Judës dhe rrethon Jerusalemin. Mbreti Senakerib shkruan në disa analet e tija se në vitin 701 e ka rrethuar Jerusalemin dhe ka rrethuar mbretin Hezekia si një zog në kafaz. Por çuditërisht nuk e dëmtoi, për arsye jo krejt të qarta ai u largua papritmas për Jerusalemit dhe Hezekia vazhdoi aktivitetet e tija. Cilat qenë aktivitetet e tija kryesore? I pari ishte centralizimi i pushtetit dhe i administrimit. Bëri një reformë fetare dhe administrative, konsolidoi pushtetin në Jerusalem. Jerusalemi ndoshta për herë të parë do të jetë qendra e vetme e administratës politike dhe fetare në Izrael. E dyta, përforcoi mbrojtjen e Jerusalemit, përforcoi mure mbrojtëse për të përgatitur për rrethimin e Asirëve, ai zgjeroi dhe i përforcoi disa mure të qytetit. E treta, ndërtoi tunelin në Siloam, ndodhet nën rrafshinën e tempullit. Është një ndër nga veprat më të mëdha inxhinierike të kohës së lashtë.
Ky tunel e devijoi ujin nga burimi i Gihon dhe e solli në një pjesë të qytetit. E fundit bëri edhe disa shtrirje të territorit të Judës, sidomos në drejtimet e perëndimit. Por megjithatë, libri i dytë i mbretërve e përshkruan Hezekin, mbret me devotshmëri të veçantë. Ai lavdërohet sepse bëri atë që ishte drejt në sytë e Zotit, sikurse bëri Davidi, paraardhësi i tij. Vetëm nipi i tij Jozia tek libri i dytë i mbretërve, kapitulli 22-23, do të lavdërohet me këto terma. Të gjithë mbretërit tjerë të Izraelit, pa përjashtim, dhe të Judës gjithashtu, do të karakterizohen si mbretër që kanë bërë atë që është e keqe para syve të Zotit. Kjo gjë e bën Hezekin një mbret krejtësisht të veçantë në sy të shkrimit shenjtë, bashkë me Jozin, nipin e tij. Konteksti i tregimit që lexuam është sulmi i Senaheriv të Asiris kundra Judës. Jemi pranë në vitin 701 para Krishtit. Ngjarja ishte njohur edhe nga burimet asire. E përshkruan këtë ngjarje edhe prizma e Senaheribit, kolona e tretë si edhe Isaia kapitulli 36-39, gjithashtu edhe libri i dytë i Kronikave kapitulli 32. Senaherib Melech Ashur, Senakeribi mbreti i Asirëve, e përmendem ishte njëri nga mbretërit e mëdhej Asir. Ai pushtoi Alkol, Jehuda, Habecurot, gjitha qytetet e fortifikuara të Judës. Shton shkrimi i shenjtë dhe pushtoi pra Becurot janë qytetet me mure mbrojtëse. Prizma e Senakeribit e konfirmon saktësisht. 46 Becurot, thot ai vet, i sulmova dhe i pushtova. Qytetet e Judës të fortifikuara rënë njëri pas tjetrit, mbreti u gjet në provë shumë të madhe. Tregon rreshti 14 se Hezekia dërgoi në Lachish Kasnec të mbreti i Asirëve me këto fjalë: Kam bërë gabim, mos më pushto dhe unë do të marr mbi vete gjithçka që të më ngarkosh. Kështu mbreti i Asirëve i kërkoi Hezekis, mbretit të Judës, 300 talenta argjenti e 30 talenta ari. Hatati, thot Hezekia, kam katuar. Kështu i thot mbreti i pushtuesit, njësoj si Davidi që i tha profetit Natan tek libri 2 i Samuelit, kapitulli 12, rreshti 13. Dhe sikurse tek rasti i mëkatit të Davidit, që është një shenjë disfate, Hezekia pranon humbjen. Mund të jetë se ndjen veten fajtor para Zotit, edhe pse është e vështirë të shpjegohet në atë rast pse i thot kështu mbretit Asir, armikut të tij. Isaia kapitulli 30-31 e kritikon Hezekin se ka bërë aleanca me Egjiptin. Ndoshta ai po akuzon veten për gabim në mënyrën se si e ka udhëhequr diplomacinë shtetërore. Ndoshta ishte një mënyrë me kërku falje mbretit Asir. Gjithsesi, e shohim se si Hezekia përdor fjalorin fetar, ai e sheh realitetin dhe e transferon bisedën aty ku duhet, në fushë teologjike dhe fetare. Shuv me Allaj, fjala tjetër që i thot, është një shprehje frazologjike, do të thonë largohu prej meje. Hezekia e lut mbretin Asir të largohet prej tij. Ai kërkon armpushim, shpreson në largim të ushtrive izraeliane dhe i premton et asher titen Allaj esa, unë do të bëj çkado që të vendosësh ti. Kjo nën kupton se është i gatshëm të shërbej, ndoshta do t'i paguaj haraç. Dhe i pagoi haraç shumë të madh, hoqi prej dyerve të tempullit të Zotit dhe prej shtatkave arin me cilin ai vet i kishte veshur dhe ja dha mbretit të Asirëve. Hezekia, mbreti më i mirë i Judës pas Davidit, kapitullon ushtarakisht dhe financiarisht. Këtë tregon libri i dytë i mbretërve kapitulli 18, rreshta 13 deri në 16. Ka një farë krize fetare, kalon periudhë shumë të vështirë, por kush nuk kalon në periudha të vështira? Më vonë do tregoj besim të madh, sidomos kur ndërhyn Isaia te kapitulli 19, rreshtat 1 deri në 37 te libri i dytë i mbretërve. Është një krizë njerëzore, por kush nuk ka kriza njerëzore? Në sfidën kundër forcave shumë më të mëdha se njeriu dobësohet. Edhe më i forti edhe më i miri është rasti i vështirësisë, i dobësisë së natyrshme. Nuk është turp dobësia, është gabim dhe humbje rasti nëse njeriu nuk mëson asgjë prej asaj përvoje, nëse nuk e forcon veten. Një element teologjik e gjejmë tek varfrimi i tempullit, që është shenjë e krizës shtetërore dhe fetare. Hezekia ka reformuar kultin, kishte thyer elteret e paligjshme, bamot, siç i kemi quajtur, dhe kishte centralizuar adhurimin në Jerusalem, e tregon kapitulli 18 rreshti 4. Tani ishte i detyruar ta varfronte tempullin e vet, që vetë kishte pasuruar. Si mund ta interpretojmë këtë si një ironi e jetës, si ironi e përvojës njerëzore?
Ndoll një jetë mos me shku punë sipas dëshirave, sipas planeve. Ndoll edhe kur të gjitha gjërat bëhen duke aplikuar të gjitha normat. Është thjesht realitet njerëzor, me realitetin nuk duhet me u mërzit, atë duhet me e pranu, atë na takon me jetu. Pse u dispru Hezekia kaq shumë? Sepse në Jeruzalem erdhi Rabshakej. Ky ishte një person i dërguar prej mbretit Senakerib, që erdhi në Jerusalem për t'i bërë presion mbretit Hezekia. Rabshakej është një fjalë në akadishte në gjuhën e asirëve, është titull zyrtar, ushtarak dhe diplomatik i shkallës më të lartë në perandorinë asire. Në Bibël përmendet tek libri 2 Mbretërve kapitujt 18-19, te libri i Isais 36-37 si dhe te libri 2 Kronikave kapitulli 32, identifikohet si i dërguari dhe generali kryesor i mbretit Asir Senakerib gjatë rrëthimit të Jerusalemit në vitin 701 para Krishtit. Erdhin nga Lachish në Jerusalem bashkë me një ushtri të madhe për ta detyruar mbretin Hezekia të dorëzohej pa luftë. Sipas librit të 2 të Mbretërve 18-17, mbreti i Asirëve dërgoi Tartanin, Rabsarisin dhe Rabshakej prej Lachish të Hezekia, mbret në Jerusalem, me një ushtri të fortë. Këta si arritën erdhën në Jerusalem dhe u ndalën tek ujësjellësi i peshkores së sipërme që gjendet në udhën e fushës së Rob Larsit. Kur Eliakimi, Shebna dhe Joahu i dolën para, ky u bëri presion shumë të madh, ndër tjera u tha tregoni Hezekis. Kështu thot mbreti i madhrishëm, mbreti i Asirëve, çfarë është ajo shpresë në të cilën mbështetesh? Ndoshta mendon se është një fjalë goje, këshilla dhe fuqia për të bërë luftë. Në kë e vesh shpresën që ke guxim të çosh kohë kundër meje? Rreshtat 19-20. Zyrtarët e Jerusalemit i kërkuan të fliste në gjuhën aramaike në mënyrë që populli mbi muret mos e kuptonte, të mos trembej, por Rabshakej e shfrytëzoi këtë kërkesë për të thelluar panikun. Eliakim, mbreti i Helcis, Sobna e Joahu i than Rabshakejt, lutem, fol me ne, shërptorët e tu aramaisht, sepse ne e dim këtë gjuhë dhe mos na fol hebraisht sepse të ndihen populli që është mbi mure. Rabshakej u përgjigj, pse am ka dërguar im Zoti vetëm te zotëria yt dhe te ti për t'i thënë këto fjalë dhe jo për këta njerëz që janë mbi mure, që janë të dënuar të hanë tretjet e veta e të pinë ujë e vet së bashku me ju. Dhe vonë u çuan në këmbë dhe bërtiti me zëmë të lartë, në hebraisht direkt drejtuar popullit mbi mure. U ngrit në këmbë Rabshakej, thot teksti prej rreshti 28, dhe bërtiti me zë të lartë hebraisht e tha, dëgjoni fjalët e mbretit madhrishëm, mbretit Asiris, kështu thot mbreti, mos ju gënjej Hezekia, s'do t'jeti Zotit ju nxjerr nga kthetrat e mia, as të mos ju jap shpresë në Zotin, duke ju thënë me siguri do të na shpëtoj Zoti, se ky qytet nuk do të bjerë në duart e mbretit Asiris. Mos e dëgjoni Hezekin, kështu ju thot mbreti Asiris, bëni paqë me mua dhe mu dorëzoni secili do të haj prej vreshtit të vetë prej fiqve të vetë dhe do të pini prej pusave tuaj derisa të vi e t'ju çoj në një vend që është i ngjashëm me vendin tuaj, në një vend plot fruta e verë, në një tokë buke vreshtash, tokë ullishtash, vaje e mjalti. Do t'jetoni e nuk do të vdisni, mos e dëgjoni Hezekin që ju gënjen duke thënë, Zoti do të na shpëtoj. Ky pra që armiku kundër cilit u gjet Hezekia, një njeri që shan Zotin, që relativizon forcën dhe mirësinë e tij. Ai thot që Zoti nuk shpëton, ai terrorizon njerëzit. Hezekia nuk pati faj se kapi frika. Secili njeri ka frikat e veta, ka dhe arsye pse i ka. Frikat tona janë si një armik që na rri gati pas dere, të na sulmoj kur më së paku e presim. Duhet të mësohemi të menaxhojmë ato dhe si kundër hasmit të dalim fitimtar. Lexim nga libri i 2 Mbretërve, kapitulli 20, rreshtat 1-7. Ndër ato ditë Hezekia u sëmur për vdekje. Erdhi tek ai Isaia profet, biri i Amosit, dhe i tha: Kështu thot Zoti, rregullo ç'ke për të rregulluar në familjen tënde, sepse s'do të shërohesh, por do të vdesësh. Hezekia u kthye me fytyrë prej murit dhe ju lut kështu Zotit: Deho o Zot, të bie ndërmend se si kam ecur para teje me besnikri, me zemër të thjesht dhe se kam bërë ç'është e palyshme para syve të tu. Dhe Hezekia ja plasi thekshëm vajet. Ende nuk e kishte kaluar Isaia tremën kryesore, kur që Isais i që e drejtuar fjala Zotit. Kthehu, e thuaj Hezekis, prirësi të popullit tim.
Kështu thot Zoti, hyj Davidit, babës tënd, e dëgjova oratën tënde dhe i pash lotët e tu. Mirë pra, unë po të shëroj, brenda 3 ditësh ti do të ngjitesh në shtëpinë e Zotit. Ditëve të tua po ashtoj edhe 15 vjet. Gjithashtu, do të shpëtoj ty dhe këtë qytet prej duarve të mbretit, të Asiris, dhe do të mbroj këtë qytet për shkakun tim dhe për shkak të Davidit, shërptorit tim. Isaia tha, sill një buk fike, ata e sollën, e ja vun mbi qibanin e tij dhe ai u shërua. Vazhdojmë pra të lexojmë mbi mbretin e Judës Hezekia. Në pjesën e mëparme lexuam mbi dobësinë e tij shpirtërore, mbi pasigurinë, frikën, mbi faktin se ndjeu peshën e presionit në të cilin u ndodh. Dhe tham të gjithë ndihemi nën presion ndonjëherë dhe gjithkujt i ndodh të dorëzohet në atë peshë. Pjesa që lexuam na e paraqet mbretin në një peshë tjetër, nën peshën e smundjes fizike. Edhe kjo është një peshë që na rëndon. Ta shohim se si e elaboron këtë tregim, këtë aspekt. Libri 2 i Mbretërve kapitulli 20 rreshtat 1-7 paraqet smundjen e rënd të mbretit Hezekis pra, aq të rënd sa të paralajmëroi vdekjen e tij. Ishte smundje në pamjet pare pashërueshme, por asgjë s'është pamundur për Zotin. Mbreti lutet, do ta shohim dhe shërohet. Studiosit kanë vërejtur se libri 2 i Mbretërve kapitulli 20 nga ana kronologjike duket se ndodh para librit të 2 të Mbretërve kapitulli 18-19, por ne nuk do të hyjmë në shpjegimet e kritikës letrare për këtë rast, sepse çështja kalon qëllimet e shpjegimeve tona. Neve na intereson më shumë konteksti teologjik. Ai kapituloi në sulmet e mbretit Senakerib, pra sikur se lexuame kapitulli 18 rreshtat 13 deri në 16 të librit 2 i Mbretërve, por nuk e humbi besimin pa marrë parasysh këtë fakt. Që mbret që ka pësuar disfat, por nuk u dorëzua nga ana e fesë. Por si ndodh ndonjëherë në jetë, kur fillojnë të lashet edhe vazhdojnë, smuhet e gjen veten në ballafaqim me veten e me Zotin. Rreshti i parë fillon me shprehjen klasike hebraike. Bayamim hahem, në ato ditë, është një mënyrë të spostohet fokusi i bisedës për një tregimi në një tjetër. Është formë të sugjerohet lexuesit se këtu po fillon një tregim i ri, të cilit ja vlen të vihet veshi. Edhe në Ungjille dëgjojmë sa herë këtë hyrje në tregim, këtë specifikim të tregimit prej tregimeve tjerë. Në ato ditë pra, Khala Hizkiyahu lamut, Hezekia u smur për vdekje. Është smundje e rënd, duket e pashërueshme. Kur u smur, erdhi tek ai profeti Isaia, djali i Amosit. Profeti Isaia, për të cilin është fjala, është proto Isaia, autori që shkruan kapitujt 1-39 të librit të profetit Isaia. Ishte protagonisti i ngjarjeve ky personazh, ishte dëshmitar siç e kemi parë tashmë. Edhe këtu e gjejmë shprehjen Ko Amar Adonai, që i paraprin orakullit profetik. Kështu thot Zoti. Por në këtë rast orakulli ka një porosi të veçantë. Jepi urdhra shtëpisë sate, sepse ti do të vdesish. Jep urdhra sa jenë ko, sa je akoma gjallë. Shprehja cav lëveteha, jep urdhra shtëpisë sate, më shumë se të jap urdhra e nxit mbretin të rregulloj situatën në mbretëri të vet që ishte bërë lëmsh pas dyndjeve të mbretit Senakerib. Këtë konfirmon Isaia 38:1 që thot në ato ditë u smur Hezekia për vdekje. Ishte profet biri i Amosit, Isaia, shkoj ta shohaj, tha kështu thot Zoti, jepi porositë e fundit familjes sate, e do të vdesësh e nuk do të jetosh. Ishte pra një ftesë për të vendosur trashëgimtarin si duket, dhe t'i linte çështjet sa më mbar pas vdekjes së tij. Ti do të vdesësh, i thot profeti, vëllo, ti hje dhe më s'do të jesh. Profeti mendon se Hezekia ka një smundje të pashërueshme. E solli pra kryet nga muri, mbreti Hezekia, ky që reagimi i parë i tij. Ndoshta në depresion një fije si të rasti i mbretit Ahaz, që gjithashtu e solli kryet drejt murit, por në të njëjtën kohë, duke njohur Hezekin si një njeri me karakter solid njerëzor, ndoshta deshi t'i jap vetes kohë për meditim, për reflektim, Hezekia mori kohë për vete. Disa studiose kanë interpretuar këtë sjellje drejt murit
të mbretit si sjelljen e drejtim të tempullit. Në këtë rast ky gjest do të thonë pozit lutjeje. Kështu mbreti ja beson smundjen provanis hyjnore. Këtë e konfirmon edhe shprehja Vajit Palel el Adonai, ju lut Zotit. Hezekia lutet drejt për drejt Zotit, nuk dorëzohet, hyn në komunikim me te, nuk e harron Zotin, nuk disprohet. Dhe, o Zot, lutet Hezekia, të bie në mend se si kam ecur para te me besnikëri me zemër të thjesht, dhe se kam bërë çështje pëlqyeshme para syve të tu. Anna Adonai, Dom Simoni e ka përkthyer dhe, o Zot, që është përkthimi mirë, Anna është si një farë thirrje, është brit me atij që lutet Zotit me gjithë zemër, por edhe me dëshpërim, me pikëllim të madh. Kështu për shembull lutet Mojsiu tek libri i Daljes 32-31. Thot kështu Mojsiu u kthye te Zoti e u lut: Vaj për mua ky popull bërim ka të madh, punuan zota të art për vete, por falja fajin kësaj here, ose nëse nuk e fal atëherë, më shlyej mua para librit tënd që ke shkruar. Ose Jona profet kur u gjet ngushtë në misionin e tij në Ninive tek libri i Jonës kapitulli 4:2 i lut Zotit e tha: o Zot, a nuk doli pikërisht ashtu siç e mendoja unë kur ende isha në mendin tim? Kjo ishte arsyeja pse po mendoja të iki në Tarsis. Pra, Anna Adonai. Te lutja Mojsiut gjejmë dëshprimin, urgjencën, sidomos tek shprehja vaj për mua, siç është kthyer në shqip, kurse tek Jona gjejmë pendimin, keqardhjen për vendimet e marrura në të kaluarën. Tek lutja Hezekis duket se bashkëjetojnë të dy këto motive. Është edhe i dëshpruar për pozitën në të cilën ndodhet në këtë rast, i smur për vdekje, por edhe krejtësisht i vetëdijshëm se kishte pasur mundësi të merrte vendime më të mira në favor të popullit kujt i shërben. Janë këto brengat e mëkatarit që pas shkeljes pendohet për gabimin. Janë edhe vështirësitë shpirtërore të dikujt që ndjen veten në faj, dikujt që mendon se ka merituar dënimin edhe më shumë se sa ka marrë. E kujtojmë se sipas shkollës deuteronomistike të këqijat që ndodhin, janë efekt i të keqes që ka bërë njeriu, pak a shumë proporcionale. Zëharna, të lutem kujto, kështu lutet ai. Folja Zahar zakonisht evokon besnikërinë ndaj beslidhjes. Zoti vetë kujton beslidhen për shembull, dhe prandaj i qëndron besnik asaj tek libri Zanafils kapitulli 9 rrestat 15-16, pra pas përmbytjes së Noehut. Edhe libri i Daljes kapitulli 44 thekson këtë aspekt. Zoti kujtohet për beslidhen që ka lidhur me popullin e vet dhe ndërhyn për ta çliruar prej Egjiptit. Hezekia i kujton Zotit se ka premtuar beslidhen, e lut ta kujtoj premtimin që i ka dhënë, por edhe lut të kujtoj asher hit halachti lefaneha, kam ecur para teje, i thot. Me ecë para Zotit është një shprehje frazeologjike biblike, një fije teknike që duhet ta marrim vesh mirë. Abrahami për shembull ecë para Zotit, Zanafila 17:1. Ashtu dhe Davidi, libri i parë i mbretërve 2:4. Kjo thënie tek libri i dytë i mbretërve kapitulli 20 ka dy kuptime. Hezekia ka vendosur veten në traditën e etërve të vet, Abrahamit dhe Davidit, por edhe njëkohësisht e shpreh veten besnik ndaj beslidhjes së Zotit. Ai gabime ka bërë, por besnik ka ndjenjë gjithmonë. Hezekia lut Zotin ta vlerësoj këtë përpjekjet e tij për besnikëri. Pikrisht këtë thekson se ai ka mbajtur beslidhjen, be emet u vlev shalem, me të vërtetë dhe me zemër të mirë, me zemër të sinqert, mund të themi. Ku libri i parë i mbretërve kapitulli 11 rreshti 4 flet për Salomonin, thotë se zemra e tij nuk ishte shalem, nuk ishte e vërtetë, nuk ishte e sinqert, nuk ishte e paqët. Shkeljet e Salomonit i dim tashmë. Hezekia dëshmon se shkeljet e tilla nuk ka bërë asnjëherë biles. Hezekia rfen duke thënë, unë të miren kam bërë para syve të tu, ve hatov be eneha asiti. Për të nuk mund të thuhet si për gjithë mbretit për cilët kemi lexuar deri këtu, se ka bërë të keqen para syve të Zotit. Hezekia ka bërë vetëm të miren. Pas kësaj, aja plas vajit që shenjë sipas shumicës së studiusve e vërtetësisë së fjalëve të tija. Jozefi qanë me të madhe në praninë të vëllezërve të vet për shembull, Zanafila 4:5-2, Davidi qanë kur i vdes Absalomi, libri 2 i Samuelit kapitulli 19 rreshti i parë. Do të shohim se si shkrimi i shenjtë në raste të caktuara shpreh emocione, shpreh të vërtetën nëpërmjet tyre. Pasi që Zoti dëgjon këtë lutje, ndalon profetin Isaia dhe i thot: "Kthehu e thuaj Hezekis, brizit të popullit tim, kështu thot Zoti hyj Davidit babait tënd,
e dëgjova lutjen tënde dhe i pash lotjet e tu. Mirë pra, unë po të shëroj brenda 3 ditësh se do të ngjitesh në shtëpinë e Zotit. Ditëve të tua po ashtoj edhe 15 vjet, gjithashtu do të shpëtoj ty dhe këtë qytet prej duarve të mbretit të Asiris, dhe do të mbroj këtë qytet për shkakun tim dhe për shkak të Davidit shërptorit tim. Shumë gjëra mund të thuhen këtu, unë po theksoj 3. Para, Hezekia konfirmohet prej Zotit sikurse udhëheqës i popullit tim. Nagid është titulli mbretëror që Zoti i jep. E gjejmë për shembull tek libri i parë i Samuelit 13-14 ose tek libri i dytë i Samuelit kapitulli 7 rreshti 8, që vërteton se Zoti e thret Hezekin me titullin e dikujt që e ka parapar ligji i Mojsiut, pra me formulimin e beslidhjes. Këtë e vërteton sidomos emri Ami, populli im, siç e thret Zoti Izraelin. E dyta, Zoti prezantohet si Elohe David Avicha, hyji i Davidit babait tënd. Davidi bëhet figurë lidhëse midis Zotit dhe Hezekis. Zoti respekton Hezekin sepse respekton Davidin. Ai e vlerëson besnikrinë e Hezekis siç e vlerëson besnikrinë e Davidit. Ky element është shumë i rëndësishëm për teologjinë deuteronomistike. Zoti fal mëkatet e pasardhësve të Davidit, fal Davidit babait të tyre. E treta, Zoti thot, e kam dëgjuar lutjen tënde dhe i kam parë lotët e tu. Zoti e vlerëson sinqeritetin e Hezekis siç e lexuam. Zoti i premton shërim prej smundjes dhe shpëtim prej asirve. Tek rreshti 7 tregohet se si profeti merr një dë velet të enim, një buk fike, një ëmbëlsir fiku, që në fakt përdorej shumë aso kohë si për ushqim, si ilaç, sidomos përdorej fiku, për shembull libri i parë i Samuelit kapitulli 25 rreshti 18 ose kapitulli 30 rreshti 12, dhe Hezekia u shërua pasi që me fik profeti ja preku varrin. Pra patjetër ky është element simbolik që tregon mrekullinë e Zotit dhe shërimin që mbreti fiton fal ndërhyrjes së Zotit. Si përmbledhje mund të themi së pari, lutja me besim ja tërheq vëmendjen Zotit gjithmonë, sepse Zoti këtë do të tregoj dashuri për bijtë e bijat e tij. Zoti gjithmonë ka plan, ka qëllim, por me qëllim që të tregoj dashuri për bijtë e bijat e veta. Para lutjes plot me dashuri, Zoti është i gatshëm edhe ta ndryshojë vendimin që kishte marrë përpara. E dyta, Zoti nuk nalet vetëm tek fjalët e personit, por shikon edhe dimensionin e tij emocional. Shikon ku e ka mendjen, ku e ka zemrën. Zoti nuk kënaqet me fjalët e bukura të njeriut, ai kënaqet me sinqeritetin e tij. Lutja duhet të prek ndjenjat e personit, do të bëhet plot me ndjenja. E treta, dhe kjo është e rëndësishme, vdekja e Hezekis parandalohet prej garancive që Zoti kishte thënë për rreth figurës së Davidit. Ky është një prej mësimeve kryesore të fesë krishtere që, siç e shihni, i ka rënjët shumë thellë në beslidhen e vjetër. Mesia i shuguruari i Zotit, Jezu Krishti pra, është ai që e mund vdekjen e antarëve të popullit të Zotit. Jeta besimtarëve është dhuratë që Zoti jep në Jezu Krishtin, birin e tij. Nga libri i dytë i mbretërve, kapitulli 22, rreshta 3 deri në 10. Në të 18 vit të mbretit Jozi, mbreti e dërgoi Safanin, birin e Aslis, të birit të Mesulamit, sekretarin, në tempullin e Zotit me këtë porosi. Shko te kryeprifti Helsi, le t'i bëj gati paratë të dhëna në tempullin e Zotit, që i kanë mbledhur dërtarët prej popullit, e le t'ju jepen kryepunëtorëve të caktuar përgjegjës për shtëpinë e Zotit, për t'i paguar ata që punojnë në përmirësimin e pjesëve të dëmtuara të tempullit të Zotit. Domethënë, marangozët, ndërtuesit, muratorët dhe për t'i blerë lëndët e gurtëlatuar për të bërë merretime në tempull, por të mos u njehen para që të marrin, sepse punojnë me ndërgjegje. Kryeprifti Helsi i tha Safanit sekretar: "E kam gjetur në shtëpinë e Zotit librin e ligjit." Dhe Helsia ja dha Safanit librin. Safani e lexoi. Sekretari Safan erdhi te mbreti dhe i tregoi për çfarë e kishte dërguar. I tha: "Shërbëtorët e tu i kanë marrë paratë që kanë qenë në tempullin dhe a dhanë ndërmarrësve të punimeve, përgjegjësve të tempullit të Zotit." Atëherë, sekretari Safan
e njoftoi mbretin e i tha: "Helsia kryepreft më ka dhënë një libër." Safani filloi ta lexoj para mbretit. Tregimi që lexuam është i rëndësishëm në aspektin historik, tregohet këtu se si u zbulua libri i ligjit gjatë punimeve të restaurimit të tempullit të Jerusalemit. Sipas tregimit, ngjarja ndodhi në vitin e 18 të mbretërisë së Jozis, që përkon me vitin 621 para Krishtit, edhe Jozia si Hezekia ishte mbret që ka bërë atë që është e mirë para syve të Zotit dhe kishte ecur plotësisht në rrugën e Davidit. Jozia është mbreti i fundit i Judes që konsiderohet si mbret i vlefshëm. Vdiq në betejën e Megido në vitin 609 para Krishtit. Këtë tregon libri i 2 i mbretëve kapitulli 23, rreshtat 29-30, si dhe libri i 2 i kronikave kapitulli 35, rreshtat 20-24. Pas kësaj Judeja bie në kolaps total. Kjo mund të lexohet tek libri i 2 i mbretëve kapitulli 23, rreshtat 31 deri te kapitulli 25, rreshti 30, pra deri në përfundimin e librit të 2 të mbretërve. Ky libër pra përfundon duke shpjeguar se si Judeja shkatrohet gati se krejtësisht. Kjo histori e bën reformën e Jozis posaçërisht të rëndësishme, sepse me shkatrimin e Judes mbetet diçka, mundësia e restaurimit të mbretërisë së Jugut. Kjo reformë do të jetë në vitet dhe në shekujt në vijim një memorje e kohës kur Juda i ka qëndruar besnik Zotit dhe i ka shkuar mirë. Do të jetë një ftesë për t'u kthyer në burim. Shumë shpesh premtimet e të kaluarës ndihmojnë për ta përtrirë shpirtin për t'u kthyer mbrapa. 2 fjalë për betejën e Megido që përmendem ishte Megido, një qytet kalas strategjik në Jezreel, në kryqëzimin e rrugëve tregtare midis Egjiptit dhe Mesopotamisë, prandaj u bë vendi shumë betejëve të rëndësishme në lashtësi. Unë po ndalem të rëndësia e këtij vendi për Biblen. Në shkrimin shenjtë përmendet veçanërisht në lidhje me vdekjen e mbretit Jozia, që sikurse e përmenda u vra duke u përballuar me faraonin Nekao të dytë. Kjo humbje shënon një moment tragjik për mbretërinë e Judes, pasi Jozia ishte konsideruar një prej mbretërve më të drejtë. Për shkak të historisë së saj të përgjakshme dhe simbolikës, si vend beteje të tmerrshme Megido ose Har Megido në hebraisht, u bë arsyeja pse nga erdhi emri Armagedon, që gjejmë tek libri i zbulesës së Gjonit, kapitulli 16, rreshti 16, mali Megido, aty simbolizon betejën përfundimtare eskatologjike midis të mirës dhe të keqes. Megido në beslidhen e re pra të zbulesës së Gjonit është simbol teologjik i fitores apokaliptike të Krishtit. Tregon rreshti 3 se në të 18 vit të mbretit Jozi, mbreti e dërgoi Safanin, birin e Aslis, të birit të Mesulamit, sekretarin e tempullit të Zotit, me këtë porosi. Për porosinë e mbretit po flasim pak më vonë, do të ndalemi shkurt tek disa shënime që duken të rëndësishme që jep këtu ky rresht. Thot se ngjarja ndodhi në vitin e 18 të mbretërimit të mbretit Jozia. Kemi këtu një shembull konkret të kronologjisë saktë të Biblës. E dim prej llogarive që bëm se ky është viti 622 ose më mirë 621 para Krishtit, dhe me që në atë vit është zbuluar libri i ligjit në rënojet e tempullit të Jerusalemit, e dim me saktësi vitin e zbulimit të këtij libri. Dhe duke qenë se është fjala për librin e ligjit të përtrir që është zbuluar, dhe duke ditur se prej asaj date ligji përtrir u bë disi pris në teologjinë zyrtare në Jude për një kohë shumë të gjatë, për një pjesë të mirë të çështjeve deri në kohën e Krishtit, shënimi i vitit që gjejmë këtu është me vlerë të madhe. Ai vit përcakton një kufi para dhe pas zbulimit të librit të ligjit. Është viti prej të cilit shkolla deuteronomistike që kemi përmendur shumë herë bëhet dominante në mendsinë e hebrejve të kohës. Përmendet këtu një person i cili ishte Hasofer, ai që shkruante, që merrte shënime. Dom Simoni me të drejtë ka përkthyer sekretari, e kishte emrin Shafan ben Atzaljahu, për të dim sidomos prej librit Jeremis, kapitulli 26-24, 29-3, kapitulli 36, gjithashtu 39-40, edhe fakti pra se përmendet një person konkret dhe përmendet në më shumë se në një tekst të shkrimit shenjtë, nga ana hermeneutike është i rëndësishëm për arsye se konfirmon në mënyrë të padiskutueshme besueshmërinë e teksteve që po lexojmë. Të kthejmë tani tek porosia e mbretit që përmendëm më sipër, ishte të numëronte argjendin që njerëzit kishin dhuruar në tempull.
Me këtë rast përmendet edhe emri i kryepriftit, Hilkiahu, ishte kryeprifti që kishte mbështetur reforme deuteronomistike, figurë edhe kjo shumë pozitive, person konkret të cilit i përmendet edhe emri edhe funksioni. Mbreti donte të dinte sa kishte para me qëllim që të përtrinte tempullin. Te kreshti 5 ai përmend çarjet e tempullit, kishte sigurisht nevojë për ndërhyrje. Te kreshti 6 përmenden edhe marangoz, ndërtuesit, muratorët, prej këtyre të mos u njehen paratë që të marrin, sepse punojnë me ndërgjegje, thot rreshti 7. Teksti jep përshtypjen e një situate të paqët në Izrael, ku mizotronte besimi i mbretit në punëtor të vet, nga njëra anë dhe sjellja e ndërgjegjshme punëtorëve nga ana tjetër. Kur e gjetën librin dhe lexuan, rreshti 9 konfirmon se paratë e tempullit janë përdorur si duhet për çka ka qenë parapar. E gjitha kjo që të mundsohej leximi i librit të ligjit dhe dëgjimi i tij. E vreni se si shkrimi shenjtë në forma të ndryshme thekson urgjencën e dëgjimit të fjalës së Zotit dhe të kuptimit të saj. E kuptojmë kështu një mësim thelbësor, tempulli, muret, personat që shërbejnë aty, me çfarë do funksionesh qofshin, janë pjesë që mund ta quajmë fizike. Ka nevojë për mure, për punëtor, për shërbëtor të tempullit. Por e gjitha ka dimension shpirtëror. Nëse tempulli nuk e luan rolin e tij shpirtëror, sado madhështor qoftë, është i kot. Ky është edhe roli i kishave, i bazilikave. Rëndësia e tyre dhe madhështia qëndron në faktin se u mundsojnë besimtarve ta dëgjojnë fjalën e Zotit dhe përmes saj të hyjnë në raport të sinqert me Krijuesin e vet. Dhe kështu, gjatë këtij raporti, ta ndjejnë, ta pranojnë dashurinë e Zotit dhe kështu ta shëlbojnë shpirtin e tyre. Kapitulli 18 deri në 25 të librit të dytë të mbretërve përshkruaj një periudhë vendimtare në historinë e mbretërisë së Judës. Në këtë kapitull shohim mbretërimin e Ezekis, kërcënimin e Asiris, sëmundjen dhe lutjen e Ezekis, si dhe fillimin e reformës fetare në kohën e mbretit Jozi. Në qendër të këtyre ngjarjeve qëndron marrëdhënia e popullit me Zotin dhe nevoja për t'i qëndruar besnik atij. 3 pjesët që do të shtjellojmë në këtë katekezë na ndihmojnë të ndalemi veçanërisht në 3 tema: besimi në kohë frike dhe sprove, fuqia e lutjes dhe kthimi te fjala e Zotit. Përmes figurës së Ezekis dhe më pas të Jozis, shkrimi i shenjtë na tregon se edhe momentet më të vështira, njeriu është i thirrur të mos mbështetet vetëm në forcat e veta, por ta kërkojë ndihmën e Zotit dhe ta vendosë përsëri atë në qendër të jetës së tij. Në pjesën e parë të përzgjedhur nga libri i dytë i mbretërve, shkrimi i shenjtë na vendos përballë një situate të vështirë në jetën e mbretit Ezekia dhe të popullit të Judës. Senakeribi, mbreti i Asiris, sulmon të gjitha qytetet e fortifikuara të Judës dhe i pushton. Përballë kësaj fuqie të madhe ushtarake, Ezekia gjendet në një situatë frike dhe pasigurie. Ai dërgon kasnec te mbreti i Asiris dhe i thot: "Kam bërë gabim. Mos më pushto dhe unë do ta marr mbi vete gjithçka që do të më ngarkosh." Më pas, për të shmangër pushtimin, ai i jep Senakeribit argjentin dhe arin që gjendej në thesaret e mbretit, dhe madje heq edhe arin nga dyert e tempullit të Zotit. Në këtë veprim të Ezekis shohim një reagim shumë njerëzor përballë frikës. Kur njeriu ndihet i kërcënuar, shpesh kërkon një rrugdalje të menjëhershme dhe mbështetet te ajo që mendon se mund ta kontrollojë. Ezekia përpiqet ta blejë sigurinë me pasuri, por historia na tregon se siguria e vërtet nuk mund të blihet. Mund të japësh arin, argjendin, pasurinë, ndikimin dhe gjithçka që ke, por nëse zemra mbetet e pushtuar nga frika, njeriu nuk e gjen paqen. Këtu shkrimi i shenjtë na zbulon diçka shumë të rëndësishme për Zotin. Ai është Zoti që nuk dëshiron që njeriu ta ndërtojë sigurinë e tij vetëm mbi fuqi njerëzore. Zoti është më i madh se çdo ushtri, më i madh se çdo pushtet dhe më i madh se çdo kërcënim që mund të na dalë përpara. Edhe kur njeriu dobësohet dhe friksohet, Zoti nuk pushon së qeni besnik. Problemi nuk është se Zoti është larg, por se në momente të caktuara ne mund të harrojmë se ku duhet ta vendosim shpresën tonë.
Kjo është shumë aktuale dhe për shoqërinë e sotme, sepse dhe ne jetojmë në një botë ku siguria kërkohet shpesh te pasuria, tek pushteti, pozita, karriera, ndikimi dhe kontrolli. Shtetet mendojnë se mund ta sigurojnë paqen vetëm përmes fuqisë. Individët mendojnë se do të jenë të lumtur kur të kenë më shumë para, më shumë mundësi dhe më shumë kontroll mbi jetën. Por, historia na tregon vazhdimisht se fuqia njerëzore pa drejtësi nuk sjell paqe të vërtetë. Edhe kisha duhet të ruhet nga i njëjti tundim. Misioni i saj nuk mbështetet parasëgjithash në fuqi njerëzore, në numra, në ndikim apo në pasuri, por në Krishtin. Prandaj kjo pjesë na afton të shqyrtojmë edhe jetën tonë personale. Çfarë bëjmë kur kemi frikë? Ku drejtohemi kur gjithçka duket se po na ikën nga duart? A e kërkojmë menjëherë Zotin apo fillojmë të bëjmë kompromise me ndërgjegjen, me të vërtetën dhe me vlerat tona, vetëm për të fituar një siguri të përkohshme? Shpesh nuk është problemi se kemi frikë. Problemi është se lejojmë që frika ta marrë vendin e besimit. Shën Tereza e Vilës e shpreh këtë besim në mënyrë shumë të bukur me fjalët e njohura. Asgjë të mos të shqetësoj, asgjë të mos të friksoj, vetëm Zoti mjafton. Kjo nuk do të thotë se ne nuk do të kemi probleme, por se asnjë problem nuk duhet të bëhet më i madh se Zoti në zemrën tonë. Besimi nuk do të thotë të mos shohim rrezikun, do të thotë ta shohim rrezikun dhe megjithatë të mos e humbasim Zotin nga syt. Edhe Jezusi në momentin e vuajtjes në Getseman përjeton frikë dhe ankth të thellë. Ai nuk e mohon dhimbjen, por nuk lejon që frika ta ndajë nga ati. Ai lutet, mos u bëft vullneti im, por i yti. Këtu kemi përmbushjen e asaj që Izraeli mëson të gjatë gjithë historisë së tij. Besimi i vërtet është dorëzim në duart e Zotit. Papa Benedikti i 16 duke folur për lutjen e Jezusit në Getseman, thekson se në atë moment Krishti e përjeton thellësisht ankthin njerëzor, por pikërisht përmes lutjes i dorëzon plotësisht veten atit. Kjo na tregon se edhe kur kalojmë nëpër frikë, vuajtje dhe pasiguri, nuk jemi të thirrur të ikim Zotit për të afrohemi edhe më shumë tek Ai. Mos ta lejojmë frikën të na bëjë të humbasim atë që është e shenjtë. Kur të vinë sprova, të mos ngutemi të mendojmë se gjithçka varet vetëm prej nesh. Ti lutemi Zotit të kërkojmë drejtën e Tij dhe mos bëjmë kompromise me besimin vetëm për një siguri të përkohshme. Krishti na tregon rrugën e vërtetë, jo kontrollin absolut të jetës, por besimin dhe dorëzimin në duart e Atit. Në pjesën e dytë, shkrimi i shenjtë na paraqet një tjetër sprovë të Ezekis. Këtë herë ai nuk përballet me një ushtri, por me sëmundjen dhe me lajmin e vdekjes. Profeti Isaia i thot, rregullo ç'ke për të rregulluar në familjen tënde, sepse s'do të shërohesh, por do të vdesësh. Përballë këtij lajmi, Ezekia nuk fillon të kërkojë ndihmë te njerëzit e fuqishëm dhe as nuk përpiqet ta fshehë dhimbjen e tij. Ai kthehet me fytyrë nga muri dhe i lutet Zotit. Është një nga momentet më prekse të këtij libri. Ezekia çon dhe ja hap zemrën Zotit. Ai kujton Zotit se ka ecur para tij me besnikëri dhe me zemër të thjeshtë. Pastaj ndodh diçka jashtëzakonisht e bukur. Para se Isaia të largohet nga obori i pallatit, Zoti i drejtohet dhe i thot: "E dëgjova lutjen tënde dhe i pash lotët e tu." Këtu shkrimi i shenjtë na zbulon një Zot që nuk është indiferent ndaj dhimbjes njerëzore. Ai është Zoti që dëgjon dhe sheh. Ai nuk sheh vetëm fjalët që themi, por edhe lotët që nuk dim t'i shpjegojmë. Ai e njeh atë që ndodh në thellësinë e zemrës sonë, edhe atëherë kur ne vetë nuk dim ta shprehim. Shpesh mendojmë se duhet të dim të lutemi bukur, se duhet të gjejmë fjalët e duhura dhe si para Zotit duhet të paraqitemi gjithmonë të fortë. Por Ezekia na tregon të kundërtën. Para Zotit mund të vim edhe me lot, me lodhje, me frikë dhe me një zemër të plagosur. Lutja nuk është të shtiremi si kur jemi mirë. Lutja është të kemi guximin të themi Zotit të vërtetën për zemrën tonë. Edhe sot shumë njerëz vuajnë në heshtje. Ka njerëz që buzëqeshin para të tjerëve, por brenda tyre janë të lodhur. Ka njerëz që kanë frikë për shëndetin, familjen dhe të ardhmen.
Ka njerëz që nuk din kujt ja tregojnë barrën e zemrës. Shpesh shoqëria kërkon prej nesh të dukemi të fortë, ndërsa Zoti na lejon të vijmë para Tij pikërisht me dobësinë tonë. Prandaj edhe kisha ka një mision të madh, të jetë një vend ku njeriu që vuan nuk ndihet i gjykuar dhe i harruar, por i dëgjuar dhe i shoqëruar. Nëse Zoti i sheh lotët e Ezekis, atëherë dhe ne duhet të mësojmë të shohim lotët e vëllezërve dhe motrave tona. Një kishë që nuk sheh dhimbjen e njeriut, nuk e ka kuptuar plotësisht zemrën e Krishtit. Kjo pjesë na mëson edhe se lutja nuk është një mënyrë për ta detyruar Zotin të bëjë atë që duam. Ezekia lutet për shërim dhe Zoti ia zgjat jetën. Por mësimi më i thellë nuk qëndron vetëm te fakti se ai u shërua. Mësimi është se ai e çoi dhimbjen e vet të Zotit. Edhe në jetën tonë mund të lutemi për shërim, për një problem, për një person të dashur, për një situatë të vështirë, por duhet të kemi edhe besimin për të thënë: O Zot, unë nuk e kuptoj gjithçka, por po ta dorëzoj jetën time. Në Jezusin shohim se vetë biri i Zotit hyn në thellësinë e vuajtjes njerëzore. Jezusi qan para varrit të Lazarit. Në Getseman lutet me ankth dhe e vendos veten në duart e atit. Letra drejtuar hebrejve na tregon se Krishti kushtoi atit lutje dhe përgjërime me britma dhe lot. Pra, Krishti nuk është larg dhimbjes son. Ai e ka përjetuar atë. Kjo është arsyeja pse një i krishter nuk duhet të ketë turp nga lotët. Kur qajmë, mund të kujtojmë se edhe Jezusi ka qarë. Kur ndihemi të vetmuar, mund ta kujtojmë Getsemanin. Kur nuk dimë çfarë të themi, mund të qëndrojmë në heshtje para atit, ashtu si Krishti që ju dorëzua vullnetit të tij. Papa Benedikti XVI, duke folur për lutjen e Jezusit në Getseman, na kujton se lutja e Krishtit nuk e largoi menjëherë vuajtjen, por e bëri të mundur që ai ta përballonte atë në bashkim me atin. Kjo është edhe shpresa jonë. Lutja nuk na premton një jetë pa kryq. Ajo na premton se nuk do ta mbajmë kryqin vetëm. Prandaj kjo pjesë e Ezekis na mëson një mënyrë shumë të thjeshtë dhe shumë të thellë për ta jetuar fen. Kur zemra është e rënduar, mos u largon nga Zoti. Kthehu nga ai, fol me të, çoj para tij nëse duhet, edhe nëse nuk e fjalë qëndro para tij, sepse Zoti nuk i përbuz lotët e bijve të vet. Ai sheh dhe i dëgjon. Dhe këtu qëndron edhe lidhja jonë me Krishtin. Vuajtja nuk është fjala e fundit. Pas kryqit vjen ringjallja. Prandaj edhe lotët tonë, sa do të dhimbshëm të jenë, nuk janë pa shpresë. Në pjesën e tretë kalojmë në një moment tjetër shumë të rëndësishëm të historisë së Judës. Në kohën e mbretit Jozi, fillojnë punimet për riparimin e tempullit të Zotit. Gjatë këtyre punimeve, kryeprifti Helsia bën një zbulim që do të ndryshojë rrjedhën e ngjarjeve. E kam gjetur në shtëpinë e Zotit librin e ligjit. Populli kishte nevojë jo vetëm që tempulli të riparohej nga jashtë, por që marrëdhënia e tij me Zotin të ripërtrihej nga brenda. Gjatë restaurimit të ndërtesës zbulohet fjala e Zotit, dhe kjo nuk është rastësi. Zoti po i kthen popullit atë që kishte humbur në jetën e tij shpirtërore. Zoti vazhdon të flasë dhe kur njeriu ka pushuar së dëgjuari. Fjala e tij nuk e humb fuqinë sepse njeriu e ka harruar. Ajo mbetet të gjallë dhe pret zemrën që do ta pranojë. Edhe sot mund të jemi të zënë duke rregulluar shumë gjëra në jetën tonë, por të harrojmë ato që është më e rëndësishme. Mund të kujdesemi për shtëpinë, punën, familjen, pamjen, financat dhe shumë gjëra të tjera, por ndërkohë zemra jonë mund të ketë nevojë për restaurim. Mund të kemi edhe shumë aktivitete në kishë, por të mos kemi më kohë për lutje. Mund të marrim pjesë në mesh, por fjala e Zotit të mos na prek më. Mund ta kemi Biblën në shtëpi, por të mos e hapim. Prandaj, ky tekst na bën një pyetje shumë të rëndësishme. Është fjala e Zotit vërtet në qendër të jetës sime? Jetojmë në një kohë ku çdo ditë dëgjojmë qindra zëra. Rrjetet sociale, lajmet, opinionet, reklamat dhe mentaliteti i botës na tregojnë vazhdimisht se çfarë duhet të mendojmë, çfarë duhet të dëshirojmë dhe çfarë duhet të konsiderojmë të rëndësishme. Nëse nuk kthehemi te fjala e Zotit, rrezikojmë që zëri i botës të bëhet më i fortë se zëri i Zotit. Kisha prandaj ka gjithmonë nevojë të kthehet te burimi i saj. Ajo nuk jeton vetëm nga traditat, organizimet apo aktivitetet e saj.
Ajo jeton nga Krishti dhe nga fjala e tij. Një bashkësi e krishterë mund të ketë shumë veprimtari, por nëse fjala e Zotit nuk është në qendër, rrezikon të humbas drejtimin. Papa Francesku ka theksuar vazhdimisht se Shkrimi i Shenjtë nuk është një tekst i vdekur që ruhet vetëm në raft, por është fjala përmes së cilës Zoti i flet njeriut sot. Ai na fton ta lexojmë Shkrimin me lutje, ta dëgjojmë me zemër dhe ta zbatojmë në jetën konkrete. Kjo është pikërisht ajo që duhet të ndodhë edhe me ne. Nuk mjafton ta lexojmë Biblën për të ditur më shumë. Fjala e Zotit duhet të na ndryshojë. Ndonjëherë duhet të na ngushëllojë, por ndonjëherë duhet edhe të na shqetësojë, të na tregojë se kemi gabuar, të na thërras në pendim dhe të na kërkojë një ndryshim. Shën Jeronimi, një nga figurat më të mëdha të kishës në lidhje me Shkrimin e Shenjtë, e ka shprehur në mënyrë të fuqishme lidhjen ndërmjet Biblës dhe Krishtit. Mosnjohja e shkrimeve është mosnjohja e Krishtit. Kjo është shumë e rëndësishme. Ne nuk e lexojmë Biblën vetëm për të njohur një histori të lashtë, e lexojmë për të takuar Krishtin. Në Beslidhjen e vjetër gjendet libri i ligjit, në Beslidhjen e re fjala bëhet njeri. Shën Gjoni thot, në fillim ishte fjala, dhe fjala u bë njeri. Fjala e Zotit nuk mbetet më vetëm e shkruar në një libër. Ajo merr fytyrë, merr zemër dhe ecën mes nesh në personin e Jezu Krishtit. Prandaj kur e hapim Shkrimin e Shenjtë, qëllimi përfundimtar është të takojmë Jezusin. Ai është qelësi i gjithë shkrimit. Çdo faqe na çon drejt misterit të tij dhe drejt shpëtimit që ai sjell. Ashtu si tempulli në kohën e Jozis kishte nevojë të riparohej, edhe zemra jon ka nevojë vazhdimisht për ripërtrirje. Dhe një nga mënyrat më të fuqishme për ta lejuar Zotin të na ripërtri është të hapim fjalin e tij dhe ta dëgjojmë me zemër. Dhe në fund, kjo pjesë e librit të dytë të mbretërve na kujton se Zoti dëshiron të bëjë me ne atë që bëri në kohën e Jozis, të na zgjojë, të na kthejë te fjala dhe të na jap një fillim të ri. Ndoshta shumë gjëra në jetën tonë janë dëmtuar, ndoshta besimi ynë është dobësuar, ndoshta lutja është ftohur, por Zoti nuk thotë se është tepër vonë. Ai na jep përsëri fjalën e tij. Dhe kur dëgjojmë fjalën, takojmë Krishtin. Kur e pranojmë Krishtin, zemra fillon të ripërtrihet. Prandaj, restaurimi më i madh nuk është ai i një ndërtese, por ai i zemrës së njeriut. Kështu të 3 pjesët që kemi shqyrtuar na çojnë drejt një mesazhi të vetëm. Në frikë të mos e humbasim besimin, në vuajtje të mos pushojmë së luturi, dhe në jetën e përditshme të mos e largojmë fjalën e Zotit nga qendra e zemrës sonë. Në të 3 rastet, rruga na çon te Krishti, ai që na mëson të besojmë në Atin, ai që hyn në vuajtjen tonë dhe e çon drejt ringjalljes, dhe ai që është vetë fjala e gjallë e Zotit. Edhe ne kemi momentet tona të frikës, të lotëve dhe të nevojës për ripërtrirje. Pyetja është nëse në këto momente do të zgjedhim të mbështetemi vetëm te vetja apo do të kthehemi te Zoti. O Zot, kur të kemi frikë, na mëso të besojmë. Kur të qajmë, na kujto se ti ishe lotët tonë. Kur zemra jonë të jetë larguar prej teje, na ndihmo ta gjejmë përsëri fjalën tënde dhe përmes saj të gjejmë Krishtin. Në 4 takimet e ardhshme lexo Biblën me ne, do të lexojmë pjesë prej 2 librave të kronikave. Duke qenë se këta 2 libra janë plot me gjenealogji dhe se përsërisim tregime që tashmë kemi lexuar, nuk do të ndalemi shumë tek këto 2 libra, patjetër se do t'i shpjegojmë karakteristikat e tyre letrare dhe teologjike, por nuk do të futemi tepër në detajet e tyre. Do të kushtojmë nga 2 takime lexo Biblën me ne secilit. Herën e ardhshme do të lexojmë prej librit të parë të kronikave, pjesë prej kapitujve 1 deri në 21, pjesë të zgjedhura më reprezentative. Për sot ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj. Zoti ju bekoft. Thank you.